Gjeneta flet me slotësh për dhimbjen e gjestit. Zemra ime është në copa. Në një nga momentet më të ndjera të emisionit Se luan topi, Gjeneta Fetahu është shfaqur e përlotur, teksa flet për dhimbjen që po kalon ish partneri i saj, Gjest Kelmendi, pas humbjes tragjike të vëllait të tij, Eldionit, i cili ndërroi jetë në një aksident rrugor vetëm pak javë më parë. Në fragmentin e promuar nga episodi i ardhshëm, Gjeneta shprehet me një dhimbje që prek zemrat e të gjithëve. Të them unë ty që zemra ime është në copa të thyera. Nuk do ta besosh. Ai gjesti harmonik, ai gjesti me gjithë atë energji pozitive, që më jepte mua dashuri, ta shije në atë gjendje më dhembi shumë zemra. Gjeneta ishte gjithashtu e pranishme në varrimin e Eldionit, duke treguar një gjest të fuqishëm mbështetje për Gjestin dhe familjen e tij, pavarësisht ndarjes së tyre. Pas ngjarjes tragjike, ajo ka bërë edhe një apel emocional në rrjetet sociale, duke kërkuar nga njerëzit që të ndalojnë së shpërndari pamje nga ceremonia mortore dhe të tregojnë respekt dhe ndjeshmëri për dhimbjen e familjes. Ky moment preku zemrat e mira ndjekësve, dhe reagimet nuk kanë munguar. Shumë prej tyre vlerësuan pjekurinë emocionale dhe humanitetin e Gjenetës, në një kohë kur dhimbja flet më shumë se çdo fjalë.